Misioni OSBE-Odierit ka nisur takimet informuese me përfaqësuesit të subjekteve politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit. Të hënën, ambasadori Lamberto Zanieri, kreu i misionit të OSBE-Odierit, zhvilloi një takim me Partinë e Lirisë, ku pati një prononcim të shkurtër në lidhje me situatën aktuale. Gjatë takimit, ai u pyet për arrestimin e ish-presidentit Ilir Meta, por ai refuzoi të jepte një shëndrim, duke theksuar se qëndrojnë pas shtetit të së drejtës, transparencës dhe zbatimit të ligjit të papolitizuar. Nuk kam një qëndrim në lidhje me këtë çështje dhe nuk mund të jap një mendim apo një gjykim. Qëndrojmë pas shtetit të së drejtës, transparencës dhe qëndrojmë pas zbatimit të ligjit të papolitizuar. Ndërkohë, në një prononcim pati edhe sekretari i Partisë së Lirisë Edi Blushi, i cili tha se informoi ambasadorin për problematikat që sipas tij kanë shoqëruar këtë fushat, duke përfshirë përdorimin e administratës publike dhe patronazhistët nga Partia Socialiste, si dhe përfshirjen e aseteve shtetërore në zgjedhje, si dhe dënoi mbajtjen e Metës në burg. Për zgjedhjet e 11 majit, OSBE-Odieri do të dërgojë 26 vëzhgues afatgjatë dhe 300 vëzhgues afatshkurtër për të monitoruar procesin zgjedhor dhe të sigurojnë që zgjedhjet të jenë të lira, të ndershme dhe transparente.